Shabana Mahmud, ministra e re e brendshme, po përgatit rregulla që mund të vështirësojnë të ardhmen këtu në Angli. Po, përsëri. Nga deklaratat e saj të fundit, ajo ka në plan që leja e përhershme mos të jetë më pas 5 vitesh, por pas 10 vitesh. Por, kjo nuk është e gjitha. Për të kualifikuar, ju duhet patjetër të jeni në punë, të paguani taksa. Niveli i anglishtes do të jetë më i lartë se B1 që është aktualisht. Nuk duhet të keni rekorde kriminale dhe mbi të gjitha duhet të provoni kontributin tuaj në shoqëri. Duhet të bëni punë vullnetare, duhet të vërtetoni se jeni të vlefshëm. Në fjalët e Shabanës, kontributi është kusht për të qëndruar në Angli. Pra, në Britani sot nuk mjafton vetëm të jesh i ligjshëm, por duhet të jesh dhe i vlefshëm. Këto plane do të pasohen nga një sër konsultimesh dhe pritet që në javët apo muajt në vijim të kemi një projekt ligj konkret. E kuptoj që ky është lajmi i fundit që do doni të dëgjonit, sepse keni jetuar këtu me familjen, keni punuar, keni paguar taksa dhe tani të dëgjoni 5 vite mund shtyhen në 10 vite, shkaktoni destabilitet. Megjithatë, nëse jeni afër plotësimit të kushteve për të pajisur me lejen e përhershme të qëndrimit, është e mira të veproni sa më shpejt dhe mos t'i vononi, në mënyrë që mos t'ju kapi ky ndryshim. Gjithsesi, në 2 videot e radhës, unë do të përgatis një checklist për dokumenta që ju duhen për të aplikuar për lejen e përhershme, nëse e keni atë në bazë të ligjeve angleze të imigracionit ose në bazë të rregullave europiane. Faleminderit që na ndiqni miq, mos harroni të bëni follow në TikTok dhe Instagram Legalidi, që të vazhdoni të jeni të informuar mbi ndryshimet e fundit mbi emigracionin. Shihemi së shpejti.